jo të zakonshëm të komunitetit shajistik. Falenderoj shajisët pjesëmarrës, figurat e shquara të qartë, që janë pranishëm, të afërmit, e qodërënisëve të qartë në vitet, që nuk ndodhen më midis nesh. Kuadro drejtuesit të sportit në vitet, dhe shamirës të qartë, si dhe t'i ata persona tjerë të pranishëm, por që mund mos e kem gjetur vendin përfshirë në formullimin tim. Qëllimi themelor për të cilin ne jemi mbledhur sot është promovimi i librit Shahu Shqiptar në Vite, që është përpjekja e parë për të pasqyruar historikun e aktiviteteve shajistike shqiptare. Historia e Shahut është një pjesë e bukur e historisë shumë të bukur të sportit shqiptar në tërësi. Shahu në Vite erdhi gjithmonë duke u rritur nga ana sasiore dhe cilësore, dhe dinjësisht e përfaqësoi vendin në arenën zakontare. Figurat e shquara të Shahut u bën shumë të njohur në masat shportase, duke rritur ndjeshëm popularitetin e këtij sporti. E konsideroj shumë të rëndësishme që të shkruhet për historinë. Shërmëror, por jam i bindur që këto nuk mund të ndodhin vetë, sepse masa e madhe e armatës së shajistëve dhe protagonistëve që i kanë nxjerrë ajo nuk mund të shohet ndonjëherë. Brezat dolorisht ja lënë vendin njëri tjetrit. Dhe gjithmonë do të ketë njerëz që do të shkruajnë për historinë që ata e kanë jetuar vetë. Por është fakt që Shahu figurat shquara ka pasur shumë, por njerëz që shkruajnë për historinë shumë pak. Prandaj e ndjej nevojshme të falenderoj Kristaq Andoni në radhë parë për punën kolosale që ka bërë në vite, për mbledhjen me fanatizëm të materialeve të shajistike, ruajtjen dhe sistemimin e tyre. Dhe së fundi, së bashku me Muharrem Ibrahimin, një tjetër pasionant i Shahut, arritën të nxjerrin librin. Në farë mënyrë Kristaqi duket si Marin Barleti i Shahut shqiptar. Dhe tani i vjen në radhë që dëgjojmë recensën që është përgatitur për promovimin e këtij libri. Atë do ta paraqesi një ndër figurat e shquara të Shahut shqiptar. Shahist shumë i mirë, trajner shumë i mirë, i Partizanit dhe ekipit kombëtar. Me kulturë. Sa dushti, me kulturë, me inteligencë dhe profesionalizmin e tij e ka nderuar Shqipërinë në aktivitetet ndërkombëtare që ka përfaqësuar. Fjalën e ka mjeshtri i sportit, mikrobiologu i talentuar, doktor i shkencave dhe saturati. E keni kollaj të qëtësoni edhe vetë këto me gjerë të shkruar, kjo recenzë. Të them të drejtën, nga dy fjalë e prita që në fillim me kënaqësi, se unë jam baratëri. Edhe duke pasur edhe kohën në dispozicion, e pranova me kënaqësi të bëja këtë recenzë. E kam lexuar me shumë vëmendje, punimin e bërë nga dy kolegët tanë shajist, edhe jam munduar të bëj edhe vlerësimin tek këtu edhe në një brejtje që autorët e kanë pas me siguri parasysh. E ndjej të nevojshme të theksoj që në fillim se vepra Shahu shqiptar në vite është fryt i një pune tepër këmbgulse e plot pasion të bërë nga autorët. Theksoj gjithashtu se për realizimin e një vepre me përmasa të tilla është dashur një punë pa ndërprerje për shumë vite dhe krijimeve shajistike më të mira. Në fillim të librit, të dhënat për kampionatin e parë kombëtar të vitit 1933 dhe për shoqatën Bashkimi Shajistëve Shqiptar. Disa të dhëna
të shkëputura nga statuti I kësaj shkaqate dhe sidomos mënyra e saktë e formulimit të tyre janë në të vërtetë shumë beslënse. Me të drejtë, Shaun në periudhën e pasqyrimit përshkruhet më me hollësi, sidomos kampionati I parë I kësaj periudhe, I vitit 1926 dhe pjesëmarrja në aktivitetin e parë ndërkombëtar, kampionati ballave ndërkombëtar. Një kapitull I gjerë I këtij libri I kushtohet të dhënave biografike të 26 kampionëve shqiptar. Dhe një të dhëna biografike të kampionëve, të renditur në mënyrë kronologjike, këto të dhëna janë paraqitur të balancuara, dhe këtu kanë meritën në autorin. Kanë ditur të paraqesin në mënyrë mjaft të balancuar të dhënat, meritat, stilet e tjera të gjithë kampionëve, duke respektuar në çdo rast një linjë të parasaktuar, edhe kjo është një meritë e autorëve.